Desha me ju fol pak përgjithësi për njerëzit që kanë probleme me veten. Pi marr disa mesazhe, disa komente që realisht nuk është për me kesh, vërtet nuk është për me kesh, se mu m'vjen shumë keq, edhe m'vjen shumë vështirë, për shembull në çfarë situata janë njerëzit. E kam përsërit dhe po e përsëris prap. Si cili person që neve na drejtohet me një gesht, ka na të re i ka prej vetës, mos e harroni kur. Si cili person që neve na drejtohet me fyrje, me shembull me mesazhe negative, unë jam shumë e vetëdijshme që ato nuk jam për mu, po se cili person e tregon brendin e vet qysh po ndjehet. Mori katonare, hec mori te katonare. Unë për bez jam tepër shumë e lumtur që unë jam katonare. Tepër shumë e lumtur jam që jam fshatare. Edhe jam një fshatare. Edhe realisht, mi u thonë të drejten, unë vetëm klasën e 8 e kam kry. Se mundësit nuk ka në qenë në atë ko për me viju unë shkollimin. Mirë po o njerës të me të mrekullushem. Shkolla nuk të bën njeri. Shkolla merë ma shumë informacione edhe ma shumë dituri. Mirë po nuk do me thonë pse ki shkollë ti ma shumë, ose unë ma pak, ti e ma i diton se unë. Ose mon është me punu ti me veten qysh kam punu unë. Tjetra është, asnjëherë njetë nuk e kam gjyku, kërkon, mundësit janë kanë tilla, edhe është në rregull. Gjithmonë, çdo send çka ka ndodh për të mirën tonë. Edhe oj motra qytetare, që të më thonë kjo është një ignorancë edhe është një mposhtje e tjetrit, është edhe një bullizëm. Pikërisht këto bullizimet, cilat na i kena kalu gjatë krejt jetës tonë, shumë njerëz sot vujnë prej ankthit, prej stresit, depresionit, pagjumësisë, besa kalojnë edhe nëpër klinika. Mirë po nuk janë të vetëdijshëm për motrat qytetare po flas, se edhe ndjesit e tua qytetare, edhe të mijat fshatareske janë të njëjta se na i quajmë ndjesi. Edhe ti ke pas bullizëm, pikërisht njerëzit e lëndojnë. Njerëzit që kanë dashuri, ata shpërndojnë dashuri. Çdo sen që ka del prej gojës tonë, ajo të përfaqëson ty, jo mu. E këta du me bo shumë të qartë për se cilin njeri që gjun helme, fjallë jo të shëndetshme, fjallë që e lëndojnë dikan, po se cili moj motër, more vlla, pa marrë parasysh cili jeni. Se cili na po jetojna në shtëpiat e tona, e hana bukën tonë, e pagujna çdo jerin vet, pagujna vendbanimin ku jetojna vet. Nuk ki kur par përgjegjësi për mu, as për asnjë njeri në botë. Përgjegjësit e tua janë tuat. Këtu nuk janë vetëm përgjegjësit e jetës. Këtu janë në çdo aspekt. Shembull, edhe fjallën cilën na e qesëm, jena përgjegjës na shka po flasëm, për vetën tonë, se qaja fjali po del prej neve. Nuk është e imja fjalla jote, aja dul prej teje. Edhe për se cilin njeri, e kam një mesazh. Ju lutna, punoni me vetën, jepni vetës dashuri, e respektojeni vetën, momentin kur jo e keni komplet dashurin mrena vetës juj, përbes me
provoj tjetës tem për e plas, që keni me dhanë edhe keni me shpërnda dashuri pa kushte. Tjetra që është ma e shëndetshme edhe që është ma e mira, që çdo fjali që na i thojna dikujna, fjala është sherem edhe fjala është vrastare. Me një fjali munësh me sheru dikon, me një fjali munësh me vëra dikon, edhe kjo është shumë e rëndësishme se të dyjat janë pa kosto, pa pagesë. Si fjala e mirë, ashtu edhe aja ju e mirë. Për qatë arsye zgjedhne. Zgjedhja është e jonja. Qysh dojna na me fol, na zgjedhëm vetë. Qysh dojna na me mendu, zgjedhja është e secilit individ personale. E për qëtë arsye për jo thamë që zgjedhni gjona të mira. Zgjedhni gjona të mira. Ndryshoni mendimin, ndryshon gjithçka rreth teje. Ndryshoje shikimin, ndryshon gjithçka rreth teje. Mbi gjitha na jena njerëz. Ka pos mret e perëndor, ma herët se na. Edhe i ka porosi çortort e tij, kur të veni me mësgju nga gjumi. Thumni këto sugjestione. Zgjohu o perëndor, po mos harro se je njeri. Do më thonë, këto janë fjallë të mëdhaja, këto janë fjallë të mëdhaja që dalin nga njerëz të mëdhaj, nga njerëz që janë me një mendësi të shnosh. Për qëtë arsye, unë jam shumë e lumtur dhe shumë falenderuse që po shpërndohet rruga e zhvillimit personal. Edhe se cili prej juve moni me punu me veten, nuk ju ndalon asnjë njeri tani, pa marrë parasysh moshën në cilën ju jeni. Vendosni jo për veten e juve. Tash, kur kena qenë fëmi, u kanë dasht mi pyt kërejt narodin, kërejt pi babës e tejt e vllavi, e kërejt nashta dhe ju kanë hi dhe fare fisit, edhe si cili qu e ka dhon ka një koment si pas dëshirës tina. Mirë po që to gjona neve na kalon për mrapa, na kanë lënë shumë për mrapa, tashti na jena përgjegjës, si cili njeri për vetën tonë. Kështu që job uroj një ditë të mrekullueshme, sa jepni helm, jepni dashuri, jeta është shumë e mrekullueshme nëse ti vendos me pa mrekullit e jetës. Jeta për disa e në shumic është ferë. Pse? Se cili ka vendos me pa jetën ashtu si që ata dojnë vetë. Edhe unë dikur e kam pa ashtu. Mirë po momentin që jam kthy te vetja ime i kam marrë përgjegjësit për vetën time, unë e kam pa jetën edhe po e shoh për çdo ditë me një sy të dashurisë, të paqes, të shëndetit. O njerëz të me të dritës, se cili njeri kena mjaftu shumë dritë mrena vetës, edhe Zotin ai ka dhënë këtë dhunti edhe këtë dhuratë, të shpërndoj mirësi, e t'japim dashuri për njerëzit që na rrethojnë, për njerëzit që na vlerësojnë, edhe ata që nuk na vlerësojnë. Se ata janë më gjuna se një mendësi e shëndetshme. Si cili njeri i jep ata çka e ka mrena vetës. Kështu që drita mrena neve është shumë e madhe, po i kena gjujt mbeturina. Për mi ja kena zonë dritën. Ka ardhë koha mi pastru mbeturinat edhe me lënë dritën me shkëlqy te se cili njeri, se ajo dritë është mrena se cilit njeri. Ju përshëndes, ju uroj një ditë të mrekullueshme dhe ju